Karakaç, Balluk, Peçoja Banxhiu. Këtu jemi te 3 urat. Fillon rruga për të shkuar për në Tërbuf. Kape situatën e shtyllave, do të tregoj më të bukura. Kapi Qelbsirlliqet për gjitha njerëzit që paguajnë, hajde këtu shikoj pak koshin që çfarë drejtje ka Bashkia Divjak, se këtë zonë këtu e ka Bashkia Divjak. Afro këtu për të kapë të koshin tjetër Urupian, është një kosh i lidhur një për një me tela për të shkuar në Europë. Me këtë shkojmë drejt për drejti në Europë. O Karakaç! Belinda me që ishte dije në lushnje që i tregoj ato bukurit, ne po i tregojmë gjithë zonën e saj që ka myt muti, plerat dhe papastërtia. Tani, po të shikosh këtu, që do dalim ne pak, shikoni që ka myt ferra, kallamat, shtëpit, urdhërohet tabelat me të vesh ku është 20 që të vish nga ara, apo të vesh nga rruga, urdhërohet që janë këtu kallamistet, në për gjithë kanalet komplet nuk funksionon asgjë, nuk të vëzje, urdhërohet që i ka shtyllat. Karakaç, ma kap pak Karakaç, jo ma kap pak. Ma kap këte dhe mi kap gjitha një nga një mi kap. Me që kishe bërë spango, po të dalin çdo shtyll në çdo lagje lango. Shiko si i ke Karakaç, kam pjerdhur gjitha, ka rënë gjitha. Kështu që merre dhe shoqin Balluku me që këtë delegume, së bashku me të, ato nej lek nga qa ka ngel vërdall, që nga tunelat nga ato, i bëni shtylla se po lini nam. Kështu që kur të bëni replikë tjetër në parlament, kujtoni se si e keni terrenin, urdhëros që e ke terrenin, po do të tregoj edhe këtë rrugën e bukur që su shtrushe. Një fragment, vetëm një shijim i fillimit që do të tregoj të gjithë rrugën deri në vijim, se çfarë më thën deri në Tërbuf për te kjo rruga. Këto janë situatat e kanaleve. Gjithë kanaleve që të çojnë nga 3 urat deri në Tërbuf, që pasojnë zonën e Tërbufit. Prandaj myt zona atje. E pat para ca kohësh, unë kam qenë në zonën e Spolatës, këtu pak më lart. Këto janë kanalet këtu kulluese. Shikoj çfarë situate keni. Shikoj telat, duhet një flak të marri këtu. Shikoj çik shtyllat që kanë ikur tani do t'i tregojmë shokut Karakaç shtyllat. Tani për mos fol për rrugët e parcelave. I marrim nga 42.000 lekë për hektar çdo fermeri, çdo banori që ka 1 hektar, çdo familje bujqësore, dhe nuk ja përkthejmë shërbime, urdhërohet se janë gjithë rrugët e parcelave në behar, pa lënë dimër. Pra shikojmë kanalet bllokura dhe rrugë parcelash të mungura. Dhe kur themi këtë, për çfarë merren lekë për patronazhim, për çfarë merren lekë për kanalet? Kjo është situata, plerat gjithandej, ndriçim s'ka masi cep, dhe do të shikojmë në gjendjen e shtyllave.